Nuk ka aktivizëm partijak në subjektet opozitore. Në subjektet opozitore ka individ të fuqishëm brenda tyre. Është ky individ, është ai individ në atë rajon, dhe mos harro edhe kjo reflektohet edhe në angazhimin e brendshëm politik ku njerëzit janë lojal ndaj këtij individi dhe ndaj këtij individi, por jo ndaj partisë, jo ndaj partisë. Do sot në PDK, që po i marrim disa shembulla, në një rajon është personaliteti Ilmi Reqiqës, në një rajon është i Samir Oshtakut, në një rajon tjetër i dikujt tjetër, dhe njerëzit janë ndonë dhe punojnë për këtë individ. Jo për platformën e jo për platformën e përbashkët se si duhet ta sfidojnë Albin Kurtin. Një tani që është edhe në lidhje në demokratike të Kosovës, se si janë të degëzuar. Fuqia rajonale. Kërkon punojnë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Për Glaukun Mucën, jo. Punojnë veç për Albin Kurtin dhe për lëvizjen vetëvendosje. Dallimi kë? Dallimi është radikal. Sot do thot ne mund të kemi vretje, prapë tham, në ato që nga fillimi që i cekëm, nga fillimi është skandaloze do thot raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë. Ta qartësoj edhe njerë që nuk po them që është interes shtetëror kjo qasje e lëvizjes vetëvendosje, por po flas për dy modele të ndryshme të aktivizmit të politik. Që në lëvizjen vetëvendosje prodhohet aktivizëm për partinë dhe për Albin Kurtin, në subjekte tjera prodhohet lojalitet ndaj individëve të fuqishëm në dëm të fuqisë së partisë, e cila sjell dobësinë e partisë. Dhe kjo është kthesa radikale që këto subjekte politike duhet ta bëjnë, e të mos mojnë shpresa as te Amerika, të mos mojnë shpresa as te një lloj emancipimi sa hape mbyll syti qytetarëve të Kosovës që brenda natës ndërgjegjësohen që Albin Kurti s'po din të qeverisë, hajde ta kërkojmë shpëtimin politik tek subjekte të tjera, e as te Vjosa Osmani, sepse Vjosa Osmani i takon të njëjtës mendësi politike, i takon të njëjtës mendësi të këtyre formacioneve që po ja krijojnë komoditetin qeverisës Albin Kurtit.